Kemi ardhur në një situatë paksa paradoksale në raport edhe me kërkesat edhe me veprimet e përfaqësuesve të partive opozitare të deritashme, të cilat këtë periudhë kohore gjatë së cilës do duhej të ishin aktivisht të angazhuar në votime, cilat nuk po marrin pjesë për konstituimin e kuvendit, po e shfrytëzojnë për të ngritë çështje të cilat nuk mund të kenë asnjë efekt, as juridik, as politik, apo ndonjë efekt real në vendimarrje, siç është rasti me çështjet e ndikimit apo vendimarrjes tek ZRI-ja, apo edhe çështje tjera të cilat në ndërkohë po ndodhin për qytetarët e Republikës dhe duke i shfrytzuar këtë hapësinë po bëjnë veprime të cilat e para bëjnë shkelje në kuvend se nuk marrin pjesë në votim, e dyta mbledhin në nënshkrime për çështje që nuk mund të kemi asnjë vendimarrje. Me të vërtetë, nëse duam të ndihmojmë qytetarëve të Republikës, nëse duam të kemi vendimarrje të plotë, qoftë përmes mbikëqyrjes të trupave të pavarur të cilët i raportojnë kuvendit, hapi i parë është pjesëmarrja në votim në kuvendin e Republikës së Kosovës. Përmbyllja e zgjedhjes së kryetares së kuvendit, nën kryetarëve të kuvendit dhe vazhdimi me rrjedhjen e afatit për qeverinë. Ardhja këtu, mos pjesëmarrja në votim, ngritja e çështjeve të cilat nuk mund ta kenë asnjë efekt real përveç një politik ose përveç një propagandë të tyre se kinse po brengosen për bizneset apo për qytetarët e Republikës është e pakuptim. Prandaj edhe një herë i themi se kemi seancën gjithsesi vazhdimin e radhës pas 48 orëve që të vinë të marrin pjesë në votim. Kam qenë tërësisht të hapur edhe me përfaqësues të partive të opozitës drejt për drejt. Merrni pjesë në votim, nëse nuk jeni për votimin me procedurë të fshehtë, gjithsesi votimin e fshehtë, rrëzojeni. Tashmë është e ditur se sa vota janë në favor të procesit të votimit të fshehtë. Këta nuk po marrin fare pjesë në votim. Këta po e bëjnë një shkelje e cila është e definuar qartë edhe në gjykimin e gjykatës kushtetuese, në të cilin ceket që të gjithë deputetët e kuvendit të Republikës pjesëmarrës duhet të marrin pjesë në seancën konstituive me anë të votimit, për kundër apo abstenim. Këtë nuk po e bëjnë. Prandaj është sa paradoksale të vihet këtu të marrim edhe kohën tuaj të çmuar, edhe të qytetarëve të Republikës, të cilët besoj tashmë me 14 vazhdime të një seance e ndjejnë peshën e problemeve me të cilëm ne po ballafaqohemi, por që asnjë zgjidhje nuk mund ta bëjmë as për ata, e as ne këtu në rast se kemi këtë çështje të opozitës. Mos pjesëmarrje në votim dhe ngritjen e çështjeve që nuk mund të kenë asnjë efekt. Do thotë ndedhja e nënshkrimeve këtu për të ngritë çështje me zyrën rregullatorit të energjisë nuk ka kuptim. Se është e qartë, është e paraparë edhe me rregullore të punës, edhe me ligj, se po ZRI-ja e raporton kuvendit në Komisionin për Ekonomi. Ne nuk kemi ende kryetar të kuvendit e nën kryetar të kuvendit e LRM konstituim të komisioneve, të cilat duhet të bëhen nga grupet parlamentare. Që të njëjtit që po i mbledhin nënshkrimet e kanë mundësinë të marrin pjesë në votim dhe të kryhet e gjitha kjo procedurë. Prandaj, edhe një herë, po themi kemi edhe 48 orë në ndërkohë që mund të hyjmë në një proces i cili e zhbllokon këtë bllokatë të pakuptim dhe paradoksale me imponime të cilat nuk ju takojnë në përzgjedhje të kandidatëve nga ana jonë për kryetar të kuvendit, njëjtë sikurse ne nuk do ta bëjmë përzgjedhjen për nën kryetar të kuvendit nga ana e tyre.